Se por është e qartë që po hym në atë që në gjuhën angleze quhet e ka një farë shprehje uncharted territory, është një territori pa njohur. Tash është 7 muaj e dim që është kuvendi bllokuar dhe njëkohësisht edhe institucionet e Kosovës. Kemi një aktgjykim prej 12 që është nga aktgjykimi i gjykatës kushtetuese. Çka pritni në këtë drejtim? A ka shenja që kanë zhbllokuar këto brenda këtij afati 12 është institucionet e Kosovës? Po thirrja e gjykatës kushtetuese është e qartë, do thotë normalisht duhet ta presim edhe publikimin zyrtar të aktgjykimit, por duke u bazuar atë që njoftimin deri tani nuk mund të pritet ndonjë kundërthënie e madhe ndërmjet aktgjykimit të plotë dhe njoftimit se çka gjykata kushtetuese ka rekomanduar si shtekdalje nga kriza në cilën dhe blokada në cilën ndodhet kuvendi i Kosovës. Ajo ka përditur e para do thotë që të dihet që kuvendi nuk është i konstituuar pas zgjedhjen edhe të një nënkryetari nga minoriteti serb. Nuk kemi kuvend të konstituuar dhe e dyta pas publikimit zyrtar i njëjti institucion ka kohë 12 ditë që ta themelojë vetveten. Të gjitha indikacionet aktuale do të për deklarimet politike, kushdo që ka pasur rastin tjetër ndëgjoj vetë liderin e lëvizjes vetëvendosje, Albin Kurti, por edhe subjektet e tjera deri dje opozitare nuk kanë dhënë shenja dhe vullnet që do të votojnë për një kandidat të listës serbe. Madje kryeministri në detyrë Kurti tha që serb është edhe Rashiqi dhe nuk janë vetëm deputetët e listës serbe. Mirë po, ajo që është specifike në aktgjykimin e gjykatës kushtetuese, njoftimi zyrtar thuhet që nënkryetari nga komuniteti serb duhet të zgjidhet sipas rregullores së Kuvendit të Kosovës. Rregulloria e Kuvendit të Kosovës tekstualisht në lenin 12 me sa di unë nëse s'gaboj, e thotë që propozimi për nënkryetar nga ky komunitet takon partisë më të madhe fituese të serbëve të Kosovës. Pra ajo që kryeministri kërkon që të jetë nënkryetar, praktikisht nuk ka drejt as që të propozohet për një pozicion të tillë. Dhe kjo tregon që ka pak shenja dhe vullnet politik që mund dalin nga kriza politike. Unë tash nuk mund t'i parashoh skenarin nëse dështon kuvendi ta themelojë vetveten se çfarë qëndrimi do të marrë apo çfarë opinioni apo çfarë vlerësimi e aktgjykimit të ri mund të jep gjykata kushtetuese, por është e qartë që po hym në atë që në gjuhën angleze quhet e ka një farë shprehje uncharted territory, është një territori pa njohur deri më tani për herë parë pa precedent në skenën politike të Kosovës, ku për herë parë prej se mbahen zgjedhje, prej se kemi parlament, kuvendi nuk ka arritur ta themelojë vetveten. Pasojat e kësaj tashmë janë specifikuar, janë si në aspektin juridik, do të vazhdojmë të kemi me një qeveri në detyrë problematike në aspektin legal e ligjor, siç është konfirmuar edhe nga Gjykata Supreme, ndërkohë implikimet ekonomike ndërkombëtare për shtetin e Kosovës nuk do t'i përmendim. Mirë, por nëse ajo që është më e rëndësishme që duhet ta tërheqi sinjalin që vazhdimi do të kështu në unison i gjitha partive shqiptare në raport me këtë çështje sensitive siç është ajo e nënkryetarit serb transmeton edhe dhe përçon edhe një mesazh tjetër parabashkësisë ndërkombëtare që shqiptarët e Kosovës po kanë gjithnjë më pak vullnet për të realizuar detyrimet dhe zbatimet që i kanë marrë vetë me akomodimin e interesave të serbëve të Kosovës. Mos harroni atë rregullore nuk e kanë miratuar ndërkombëtarët, nuk është trashëgimi e paketës atisarit, është miratuar nga këto subjekte politike. Dhe para se ato të kenë detyrim të votojnë për kandidatin e listës serbe, ato kanë detyrim që ta respektojnë rregullat e vullnetit të tyre politik, sepse vullneti politik nuk është arbitrar, nuk është absolut, nuk është vetëm për hir të vetvetes, por ai stabilizohet saj të normave kushtetuese dhe rregulloreve juridike. Dhe tash jemi në një pozicion të palakmueshëm politik ku të gjitha subjektet politike nuk kanë vullnet për ta respektuar atë që e kanë konsideruar se duhet të jetë si rregullore e punës së tyre në konstituimin e Kuvendit. Kjo është në pasoja më e madhe juridike që po i ndodh vendit për shkak të efektit anësor dhe të një çështje sensitive siç është ajo e listës serbe. Sot mund të jetë lista serbe, nesër nuk e di, mund të ndrojë konfiguracioni politik të serbëve të Kosovës, sepse është e qartë rregulloria nuk thotë që i takon listës serbe, por partisë më të mëdha fituese të serbëve të Kosovës, por ja nesër mund të jetë një parti tjetër e cila mund të ketë qëndrim tjetër, çka nëse nesër Rashiqi mund të jetë për shembull arrin të ketë efekte politike ta zgjerojë bazën elektorale të partisë së tij, atëherë mund të takojë kësaj partie ky pozicion, por është detyrimi i subjekteve politike që para se ta mendojnë listën serbe apo kush do që të jetë nënkryetar, duhet mendojnë që të jenë korrekt dhe koherent me
me ato norma dhe ato rregullore të cilat vetë janë zotuar se do t'i zbatojnë në aspektin politike juridik. Këtë bllokuar për fond mos përshënë edhe një zvarritje të qëllimshme ndoshta edhe për zgjedhje. Po sipas gjitha indikacioneve, sipas gjitha parametrave duket që zgjedhjet lokale, do të zgjedhjet jo njerë kemi zgjedhjet lokale, mendoj që kjo do të jetë një variabël e rëndësishme që mund ndikojë, mos të harrojmë rezultati zgjedhor çfarë do të jetë nëse subjektet politike po e zonë lëvizjeve të ndosje kalkulon që e ka profitabil efektin elektoral, mund pritet lëvizjen e drejtim të zhbllokimit të situatës. Pra, mos të madhe, pikërisht detyrimi për ta themeluar kuvendin e Kosovës përkon me periudhën e balotazhit. Se kur këto dy presione bëhen bashkë, atëherë mund të kemi befasi dhe mund të kemi edhe kompromise politike që subjektet të merren vesh ndërmjet vetë që të ndihmojnë njëra tjetrës në balotazh dhe po ashtu të kemi një zhbllokim të mirë, por nëse rezultatet e zgjedhjeve lokale janë të pafavorshme, atëherë nuk pres zhbllokim dhe pres vazhdim e përkeqësim të kësaj krize dhe të dëmtimit të më të thjeshtë të standardeve juridike kushtetuese. Është pra për tham një situatë, nëse kuvendi nuk e themelon vetveten, është një situatë dhe një terren i panjohur që nuk ka ndodhur asnjëherë deri më tani në historinë e parlamentarizmit të Kosovës dhe që esencialisht kjo e manifeston në mas të madhe përmasën e krizës politike që ekziston në vend, sepse duhet ta themi qartë pa ekuivoke, kjo krizë nuk është për arsye juridike kushtetuese, është thjesht e pastër nga mungesa e vullnetit politik për t'i themeluar institucionet për kalkulime të ndryshme, qoftë për shkak presioneve ndërkombëtare apo për shkak të detyrimeve të brendshme në vend. Inshallah, faleminderit. Ishte kënaqësi.